edhe shumë kryetarë komunës që po ashtu janë përfaqësues të partive të ndryshme që po prekrajnë, është thirrje për mobilizim të përgjithshëm, thashë edhe për t'i dhënë dhe për t'i treguar kësaj gjykate, trupit gjykues, se ju duhet të jeni plebishit i kërkesave të popullit, jo presion, por edhe për të treguar se kjo prokurori o ka shkon andej ku nuk është aty ku populli ka besimin, sepse deshëm e keni po ajo a përdor edhe fjalën e emrit të popullit. Prandaj, nëse ne jemi plebishit që prekrojmë ushtrin, harroj këto termat që janë mask ose shmink, jo individet, jo shtabi nuk po dënohet, jo tash kush shtabet, organizatat për individëve bëhen. Edhe ky komb nga individet bëhen. Prandaj është frimi kombëtar, pikërisht se po na i fundon individet më brillant, individet që sakrifikojnë jetën, edhe individet që ditën ta qojnë dhe të krijojnë një liri për Kosovën, por edhe një ushtri me të sukseshme deri sot. Prandaj, si duhet të duken sheshet e Prishtinës? Sheshet e Prishtinës duhet të duket të përmbushura çdo kënd anë mon rrugës që janë, dhe çdo ditë nëse nevoja, dhe çdo natë nëse nevoja. Dhe kjo, jo si presion, por si dëshmi, se ne duam lirin, ne duam jetën, dhe ne ke pas të drejt të dhezim luftën që pe ajpe i fajson, ka mendu për pavarësinë e Kosovës. Se çka mendon të zotnia? Për çka do të mendojmë ne? Ne mendojmë edhe sot, jo vetëm për pavarësinë e Kosovës, por për ta mbrojtur pavarësinë e Kosovës. Prandaj, duhet të jemi shumë koherent me ato që ka po lypet sot, por njëkohësisht të tregojmë edhe nga dëshmërinë tonë se ne jemi edhe sot për mbrojtjen e pavarësisë së Kosovës dhe ka Kosova djem për kundër ideve partive atë, ato i bojmë gara, në këtë moment vjen mirë thirrja e presidentes, thirrja e kryeministit të tyre, thirrja të gjithë oponentëve politik, që ja unani në zonën Kukovajka, të cilat disa janë të pagun, disa janë të yshtur, disa janë mjop, disa se kanë një kur rëbrin dhe mendojnë që s'kanë qenë kur të rëbruar, dhe po i shkojnë narracionit të kundërt me popullin dhe dëshirën e popullit, prandaj të sqarojmë edhe ata dhe t'ja u kthjellë mendën se kjo është liria janë, këto janë vlerat tona, ne jemi për zbardhjen e krimeve, ata nuk zbardhin krime, ata s'dëshmuan, asnjë person nga ata nuk është konkretisht i akuzuar për një vepër penale që ka bëj. A dini se edhe veprat penale, se kërkush nuk e vrasjet e këto që ka do, nëse nuk e konkretizojnë që kanë të bëjnë me individin akuzuar, nuk mund të dënojsh ke ditë, ke mujt me ditë, si që ka do dhe rasti me Salim Mustafën. Prandaj, akta akuzat duhet me çdo element juridik me të